Përshëndetje dhe respekte gjithë ata që më ndjekin në TikTok dhe për rrjetet sociale. Unë jam administrator i faqes Perëndia Albania të krijuar në 2008 deri sot, që është aktive në 2025. Më ka ndodhur një ngjarje që më ka ndodhur personalisht, domethënë fiks në këtë vend ku jemi këtu, domethënë, ku dal në orën 7 pa incerek të mëngjesit në maj të 2017, dy policë nga Kuqova pa përmendur emra për arsye etike, më ndalojnë këtu, afro e kamrën, edhe më bllokojnë rrugën dhe më shoqërojnë domethënë në komisariatin e policisë Kuqovës. Gjatë aty më çojnë domethënë në spital, se më pyesin ku do vesh domethënë, unë se dija çka kisha bërë në fakt domethënë, po i përgjigjan spital. Edhe kur e shikoj veten, unë e shikoj veten në spital psikiatrik. Hyj aty brenda una edhe më duke veta si alien. Ore qa bej unë këtu, thash unë. Ata ishin si kështu domethënë, si tip lloj specie domethënë që unë s'përshtatesha me ata domethënë. Nese kaloi ajo ditë domethënë, edhe hyn muhabet unë si me këta të spitalit, me pastrus, vetëm doktorët e mbanin kokën lart domethënë. Edhe duke trajnuar atoja se benim, losnim domino, letra, basketbol, volejbol, lexonim libra. Ishin disa domethënë alien speciet pa identifikuara në spital domethënë, që mua më dukeshin çuditshëm. Edhe i them asaj unë që punonte atje domethënë. Po e thash unë, qa merresh me këtë atje, thash unë, ai s'di alfabetin ti i shpjegon domethënë, edhe më pak shumë edhe gjatë tere futin trajnim për alfabetin. Doja të thosha domethënë që na një më duket veta si alien domethënë, edhe në këtë botën që jetojmë këtu domethënë. Kalofshi mirë dhe respekte nga unë administratori i faqes Perëndia Albania 2008-2025, Erion Sherifi. Gjoni 2054. Kalofshi mirë.